E nëse njeriu e lut Allahun Azza wa Jall, duaja bën çuditëra. Atë që nuk e bën spitalet, atë që nuk e bën mjekët, atë që nuk e bën mjekësia, atë që nuk e bën shkenca, atë që nuk e bën shteti, atë që nuk e bën populli, atë që nuk e bën pasuria, atë që nuk e bën fuqia, e bën duaja. Lutë Allahun Azza wa Jall, mos u dëshpëro asnjëherë, mos u dorëzo asnjëherë, mos mendo kur që kjo nuk bëhet me dorën e njerëzve, nuk bëhet me mendjen e njerëzve, nuk bëhet me zgjidhjet e njerëzve. Mirë po, nëse don Allahu Azza wa Jall, nuk ka gjë e cila nuk bëhet, Lutë Allahun Azza wa Jall, e sidomos në Ramazan, e sidomos agjërueshëm, e sidomos në këto ditë ku duaja pranohet.